Në një aktivitet kulturor të zhvilluar në ambientet e klubit të shkrimtarëve në Tropoj, vëllezërit Arbër dhe Bislim Ametaj u pritën si mysafirë të nderuar në një takim të mbushur me emocione, vlerësim dhe frymëzim për dashamirësit e librit dhe artit. Në këtë rast, kryetari i Bashkisë së Tropojës, Rexha Byberi, u dorëzoi autorëve titullin Mirënjohja e Tropojës me motivacionin për krijimtarinë e tyre të spikatur letrare dhe përfaqësim me dinjitet të kulturës dhe vlerave humaniste të qytetit brenda dhe jashtë vendit. Vlerësimi i veprimtarisë së dy autorëve u ndriçua nga komunikimet e poetëve Lulzim Logu dhe Azgan Berbati, të cilët sollën një analizë të thellë mbi tema që përshkruajnë veprat e Ametajve, individualitetin stilistik dhe kontributin e tyre në pasurimin e letërsisë shqipe bashkëkohore. Takimi u shndrua në një bisedë të hapur mes shkrimtarëve dhe të pranishmëve, ku lexues të rinj dhe dashamirës të librit drejtuan pyetje mbi procesin krijues, sfidat e shkrimit, jetën mes së dy kulturave dhe projektet e ardhshme letrare. Atmosfera festive u pasurua edhe më tej nga interpretimet e vallëtarëve dhe këngëtarëve të vegjël, të cilët i dhanë ngjyra skenike dhe emocionale këtij takimi kulturor, duke ndërthurur artin e fjalës me traditën muzikore të zonës. Në shenjë mirënjohje dhe respekti për vendlindjen, Arbër dhe Bislim Ametaj dhuruan disa nga botimet e tyre për bibliotekën e qytetit Bramcurit, duke shtuar kështu një vlerë të re në fondin kulturor të Tropojës dhe duke lënë pas një kujtim të prekshëm të këtij takimi që përçoi jo vetëm letërsi, por edhe lidhjen e fortë të autorëve me rrënjët e tyre dhe vendlindjen.